Bismillahirrahmanirrahim. Këshilla ka të bëj apo flet që imami gjatë derseve të tija mos tjetë vetëm tip kritikus, por karshi kritikës let jep edhe inkurajime, përgëzime, vullnet let jep xhamatit. Pra kemi rast se kur disa imam vetëm din me kritiku, vetëm domethënë din me nënçmu, me përqesh, me kriju domethënë vrejtje të xhamati, por në anën tjetër të mira, domethënë din me i pa të këqijat e xhamatit e në anën tjetër nuk din me i pa të mirat. Nëse ja ke përmend 1, 2, 3 vrejtje që ati xhamati që ka i ki në xhami, në anën tjetër përmendja edhe 3 të mira ose 4 ose 5 të mira, se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas sahabi i cili është sjellë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak të pirjes alkoolit. Dikush prej sahabëve e ka mallku, ka thonë Zoti e mallkoft. Sa qysh ka pi alkool, sa shpesh po sillet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka kthyer anën pozitive. Ta i ka thonë la tal'anhu, mos e mallko, mos i ndihmo shejtanit kundër tij, sepse unë nuk di për të tjetër vetë se e don Allahun dhe të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. Pra ka kthyer anën pozitive. Andaj derset tona mos t'jen pej fillimi deri në fund aso kritika që xhamati do ta ulin kokën, edhe vetëm do ta ndjejnë veten fajtor. Ju nuk po respektoni nonën babën, ju s'po folni me këqi, ju keni kaput lidhet fare fiznore, në morali juaj, familja juaj, mësimi juaj, keni vrejtje këtu, nuk ka përparim, ka jo. Duhet edhe anën pozitive me pa të njerëzit. Domethënë në islam kërkohet me marrë një balans, një barazpesh, domethënë mes kritikës edhe inkurajimit. Ashtu zaten është edhe janë edhe librat islame, at-targhib wa at-tarhib, domethënë inkurajimi dhe kërcënimi. Po ashtu edhe në islam është rregulli ar-rija wal khawf, shpresa në mëshirën e Allahut dhe friga nga dënimi i Allahut, domethënë me marrë një balancim. Andaj thjesht mos janë vetëm kritika, por edhe inkurajime të xhamatit, duke thënë por mesin ton ka njerëz të devotshëm, ka që bëjnë atë tjetër, domethënë për vepra të mira, edhe të inkurajosh xhamatin pjesën tjetër të cilët ndoshta i kanë ato vrejtje. Pra me mundu me marrë një balancim mes xhamatit edhe me inkuraju, me ju dhënë vullnet për punë të mira. Lutë Allahu që të na përmirësojë, të na falë, walhamdulillahi rabbil alamin.